Ndodhemi tani në qendrën komunale të numërimit të votave në Mitrovicë të Jugut. Në qendrën e numërimit kishte qëndruar edhe kryeprokurori i prokurisë së Mitrovicës Niazi Rexha. Kujtojmë se vëzhguesit e PDK-s dhe ata të LDK-s në qendrën komunale të numërimit e kanë bojkotuar procesin e numërimit të votave për balotazh për kryetar të kësaj komune. Kujtojmë që antari i PDK-s në qendrën komunale të numërimit në Mitrovicë Jahir Sumiqi ka thënë se ka ndodhur një manipulim me 20 fletvotime ku nuk është përshtatur numri serik i atyre fletvotimeve me numrin rëndor me të cilin duhet përshtatur. Po ashtu kujtojmë se së fundmi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka reaguar lidhur edhe me zhvillimet gjatë procesit të verifikimit të rezultateve në qendrën komunale të numërimit Mitrovicë, derisa sipas tyre ka ndodhur një gabim dhe shtypje e kodit të vendvotimit, pra është shtypur gabim. Ne po i shohim që ende po qëndrojnë njësitë speciale të Policisë së Kosovës bashkë me zyrtarët e policisë, derisa protestuesit kohë më parë janë shpërndar nga ky vend.